Mazhari rozë një mali, poshtë vjosa e lartë artari. Mazhari në mali, poshtë vjosa e lartë artari. Poshtë vjosa e lartë artari. Dielli bisu pe bie. Mazhari. Ora e bashkimit po afron. Zërat e gëzuar dhe tingujt e këngës shumë zërshe kanë veshur pyllnajën dhe ngjiten për në kuror të malit. Prandaj, zbret bekimi për këta bi dhe bia Mazhariot që nisën këtë takim të shumë pritur brezash. E korba qyqa mos madëm, dola mojë dola. Kjo datë shënon një fillim të ri dhe të vrusë. Takimi i brezave i shumë pritur dhe i dëshiruar aq shumë nga banorët. Në hyrje, ku ndahet rruga nga Sevasteri, një banderol na uron mirëseardhje. Nxitojmë të kapim imazhet e para. Sa po i afrohemi fshatit që qëndron krye lart mbi fushat e gjelbërta e rrjedhës gjarpëruese të Vjosës, një nur malli dhe gëzimi ka zbritur mbi fshatin që ka mbezur këngën në çdo xhak. Gjithçka duket ndryshe sot. 14 gusht 2025. Një takim emocionues na pret e ka bërë banorët së bashku nga çdo skaj i botës për këtë takim të parë brezash. Po le të hymë pak në histori. Mazhari, mbi krye, ka kurorën e malit. Nën këmbë ka ujin e ftohtë të Vjosës. Mazhari ka një lartësi prej 413 metra mbi nivelin e detit. Sipas defterëve osman të shekullit i 16 është njohur me emërtimin Mazhani, dhe ai ishte një fshat i vogël por i strukturuar me 83 familje, ose shtëpi, me 7 familje nëna Bajrak dhe 9 beqar. Gjithashtu, kishte edhe mevkuf, ose tok vakëf, një indikator që fshati kishte tokë të dedikuar për institucione fetare. Në shekullin e 18, numri i shtëpive arrin deri në 118. Mazhari përmendet si pjesë integrale e komunës Sevaster në vitet e para të shekullit 20. Në periudhat historike, mazhariotët kanë marrë pjesë aktive në çështjet e mëdha kombëtare. Ndërto, shquhet edhe qeta e Rapoqelos, ku në përbërje kishte edhe shumë burra mazhariot. Në pragun e shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, kur flamuri kuqezi me shqiponjën dykrenarshe u ngrit në Vlorë nga plaku i Vlorës Ismail Qemali, edhe Mazhari dha bijtë e vet për çetën e lirisë. Të organizuan në komandën e Rapoqelos, burrat e Mazharit së bashku me luftëtarët e fshatrave përreth ishin pjesë aktive e forcave ruajtëse të qytetit të Vlorës. Në luftën e Vlorës në vitin 1920, 300 luftëtar nga këto fshatra dhe burra të fortë mazhariot u hodhën në sulm kundër garnizonit italian në kot, duke dëbuar pushtuesin nga trojet tona dhe duke mbajtur lart krenarinë e Labit. Në vitet e luftës së dytë botërore, sërish burrat e Mazharit morën pjesë me pushk në dorë për të luftuar fashizmin dhe nazizmin, duke ruajtur nderin dhe traditën e qendresës së kësaj treve. Sot Mazhari
ndjen në zemër plagën e braktisjes, ashtu si të gjithë fshatrat e tjerë. Edhe ai thret bijtë e vet të bashkohen. Javë më parë, atëre kur zuri fill ky takim, ne ishim në Mazhar dhe ushtruam vëndshëm me burrat për të bërë një thirrje banorëve, vëllezërve dhe motrave të kësaj treve të na bashkoheshin. Le të ndjekim pak çaste rikujtese nga ky takim. Kjo është fest, nuk është takim. Dhe njëherë, mirë se vini vëllezër në fshatin tuaj, në fshatin që na arriti na lindi, në fshat që na edukoi dhe na bëri njerëz të mirë. Ne nuk kemi kthim brava, i kemi bërë gjitha llogarit. Po merrem në fazën përgatitore të gjitha gjërave, duke parë që na ambjente jashtë këtu, gjithë infrastrukturën. U bëjmë thirrje në 14 gusht të mbushet sheshi plot, jo si të mbushet plot, të festojmë, të agrijmë, të apnat, që të ngelet brez pas brezi dhe të vazhdoj kjo fest gjithmonë. Shënuar datën 14 gusht të 2025, të mblidhemi në të shesh dhe në të fshat, të gumëzhi. Për brezin e madh, këtë e shpëtim duka, edhe gjerë të mosha 30 vjeç të mblidhen këtu nëse jemi rritur, jemi i bërë në këtë fshat të Mazharit. Po fshati i bukur fisnik, ku të duan dhe Perëndit, kuror e malit mbi kokë. Sot ky njoftim ka marrë përgjigjen nga zemra e mazhariotëve. Sa po mbërrim në sheshin para shkollës, nuk u besojmë syve. Një organizim perfekt, gjithçka e vendosur në vendin e vet, me një rregull perfekt, e shtruar e përcaktuar pothuajse për 600 banorë dhe emigrantë të mirëseardhur. Edhe pse moti na kërcënon me shi, asgjë nuk e ndal zjarrin dhe dëshirën e këtyre bijve për ta organizuar këtë takim brezash. Gjej me vend të citoj. Kur kjo ide zuri fill nga bijtë e këtij fshati, emigrant dhe jo emigrant, të gjitha fondet e këtij takimi me përmasa të mëdha janë siguruar nga vetë banorët, bijtë të këtij trualli. Gjithashtu, edhe emigrantët kanë kontribuar me shuma të mëdha parash dhe sot gjithçka është falas. Ushqimi i parashikuar për çdo banor dhe një vend komod në këtë amfiteatër me kryet në kurorën e malit dhe freskuar nga uji i Vjosës. Përshëndetje të nderuar miq të ekranit të televizionit Apollon, ashtu siç edhe kishim njoftuar kohë më parë për këtë event të bukur, një herazi, një event kulturor, por edhe një event malli. Takim brezash në Mazhar, 14 gusht 2024. Megjithse në fillim koha nuk na premtoi shumë për arsye të rreshjeve të pakta, por sidoqoftë edhe këto rreshje nuk i penguan njerëzit që të vinin dhe të ishin së bashku sot. Tashmë koha hapi është e mirë dhe jam këtu me zotin Shqyqyri Qela. Shqyqyri Qela. Juve jeni dhe ndër organizatorët e eventit kulturor takim brezash në Mazhar, por gjithashtu edhe emigrantave. Po, ishte një nisëm e imja fillimisht dhe unë mbështet pa asnjë lloj hezitimi nga të gjithë mazhariotët, të cilët vërshohen nga të gjitha anët ku kanë emigruar. Erdhen sepse sot këtu është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Erdhen me një mall të madh të akumuluar në 35 vite që ne jemi larguar nga fshati dhe kemi ngritur qerdhet tona në vend tjetër, por ne nuk e harruam kurrë fshatin tonë. Vazhduam ta donim dhe me këtë thirrje që i bëm, u mblodhem të gjithë këtu sot. Sot ka ardhur i gjithë fshati, jo për se këtu organizohet një fest, po ka ardhur sepse malli i ka sjell në vendlindjen e tyre, aty ku u lindëm dhe u rritëm, dhe sot ne takojmë pas shumë vitesh me mall bashkëfshatarët tanë. Por nuk kemi ardhur vetëm. Kemi sjell edhe brezin e ri, fëmijët tanë, ata që do ta trashëgojnë Mazharin. Mazhari ka vojtur këto 35 vite nga mungesa e bashkëfshatarëve tanë, të cilët për arsye ekonomike u larguan. Dhe mundësitë ekonomike të shtetit tonë për të na rregulluar qoftë edhe një rrugë 2 kilometra ishin shumë të pakta dhe Mazhari ka ngelur në ato stade që ishte në vitet 90. Ne do ta rilindim Mazharin. Ndoshta nuk do bëhet më Mazhari që ka qenë, por mund të rilindi një fshat turistik, sepse Mazhari ka një pozitë gjeografike dhe një bukuri natyrore të rrallë në të tërë krajinën tonë. Është balkoni i Kudës Ngreotit. Gjithashtu, mali i Tartarit që ndodhet mbi fshatin tonë ofron shumë, është një aset i mirë turistik
për turizmin alpin. Gjithashtu, edhe Teqeja që ndodhet në maj të Kurorës, që vizitohet shumë nga besimtarët, është një aset i fshatit, është një vend për të vizituar dhe vazhdon të vizitohet nga herë. Uroj që të kaloj mirë, uroj gjithë bashkëfratarët e mi që kanë ardhur këtu të kalojnë një natë të këndshme. Mazhari duket si një fortesë mbi kodrin. Ndjejmë keqardhje të shikojmë shtëpitë e braktisura prej vitesh dhe të pabanueshme. Me Petrit Balajn, mikun ton, shkuam deri në skaj të fshatit. Ai na tregoi fushat ku dikur punonin banorë dhe mazharit, dhe pothuajse të gjithë hapësirën gjeografike të këtij fshati. Mëtej, malli për shtëpinë ku është rritur e thirrri. Prej andej shfaqet një pamje madhështore e fushave dhe vijës gjarpëruese të Vjosës. E me të majt, kurora e malit të Sevasterit na përshëndet si krenaria e të gjithë tyre banorëve fisnik. Kur janë bërë këto shtëpi? Janë bërë në 1978. Janë të shkruar ato. 7 vjeç në fshat, se kemi qenë poshtë në lofat. Tani ekzistojnë kështu se janë për të forta. Ka marrë malli për këto shtëpi? Po mos i bëj malli, do bëjmë festën. Ma ka marrë malli për vendin këtu, po. Mendon që një ditë do t'i ndërtosh, do t'i rindërtosh? Shpresoj. Të uroj suksese. Faleminderit, edhe juve. Po, Petrit, ku jemi këtu? Në Mazhar të shtëpia e Gëzim Reisnikës. Ky është vëllai i Gëzimit, ky është djali gruaja mos e këtia. Janë miq tuaj të vjetër apo komshi të vjetër? Komshinje, miqë, vëllezër, i kemi koshërinj. Po në radhë parë kemi komshin të mirë, se kemi që komshin mirë. Pavarësisht se u larguam tash. Por punë duhet ikim. Ashti, u më presim në fest. U kthyem në sheshin e madh. Banor, një përmbesa, afërsisht 600 të ftuar, të cilët kanë dëshirë të flasin për këtë event në fshatin e të parëve të tyre. Investimi në hyrje të fshatit nga Bashkia Selenic dhe banorët është i konsiderueshëm, por jo i mjaftueshëm. Rrugët e brendshme mbeten të vështira për të kaluar dhe pas një investim. Megjithatë, vetë mazhariotët shprehen të lumtur për këtë ditë. Emri juaj? Qani Dukaj. Atëherë, ishte kënaqësi. Sigurisht që nga malli erdha deri sot prezant. Juve jeni në? Patjetër, po, unë jetoj në Gjermani. Jetoni në Gjermani? Unë jetoj në Gjermani edhe solidarizohemi me gjithë bashkëtarët tanë, edhe u kthyem në fshat për të kujtuar të gjithë vojtet e jetën që kemi kaluar në këtë fshat. Të fillojmë të ndërtojmë diçka këtu në fshatin tonë, sepse ne këtu e kemi zëmrën tonë. Patjetër. Ne këtu i kemi ëndrat tonë. Kështu që kjo është një gjë e jashtëzakonshme që kemi bërë sot. Edhe falenderoj të gjithë bashkëtarët e mi. Sa vite keni larguar në Gjermani? Unë kam 11 vite. 11 vite. Dhe sa vite keni pa ardhur në Mazhar? Apo keni qenë çdo vit? Jo, para një viti kam marrë, mbas 10 vjetësh me fjalë. Mbas 10 vjetësh. Kishit malli. E di vetë dokumentat njërin tjetër. Malli është nuk shuhet malli. Merr malli për këtë rrugë, për këtë shtëpi. Shikoj, po ne çdo pllën vend e kemi matur. Kështu që ç'a mund të them unë për këtë vend kaq të shtrenjtë për neve. Urojmë kaloni një mbrëmje të bukur. Falenderojmë edhe tyja, qofshin nderuar e respektuar. Faleminderit. Miq të nderuar. Ashtu siç na bie radha në biseda. Ndoshta ndonjëherë fjalët janë të tepërta, sepse ne edhe gjatë udhëtimit tonë, megjithëse moti thash ishte jo i mirë, përsëri pam njerëzit që çmallën, takohen me njëri tjetrin dhe madje është shumë bukur që në një moment të gjejmë pak kohë për njëri tjetrin, të kujtojmë dhe ato vitet e fëmijërisë, ndoshta një fëmijë e varfër, një fëmijë që ndoshta nuk ishte shumë mundësi, por prapë ishte e bukur sepse ishte fëmia jote. Ju përshëndesim, na ndiqni minuta të vazhdim, sepse do të kemi emocione dhe surpriza të tjera pikërisht nga ky event 14 gusht në Mazhar.
Atëherë miq nderuar, gjatë këtyre minutave teksa po ndiqnim këto vallet dhe takimet e njerëzve, takuam dhe zonjën Klementina. Apo jo, zonja Klementina, ju përshëndes dhe ju falenderoj që pranuat jepni një intervistë të përcjellni mesazhin tuaj për shikuesit e televizionit Avallaç. Juve jeni emigrante? Unë jam emigrante, këtu e 30 vjet. Jetoj në Rodos në Greqi. Dhe para disa muajsh, vëllezërit e tanë filluan këtë iniciativën për takimin e brezave. Ne kemi shumë vite që kemi ikur nga fshati, më shumë nga 30 vjet. Po njëkohësisht mesazh dhe nostalgjia, vajtëm të shtëpit, kur prisim sikur do gjoja prindrit aty. Shpresoj që të kalojmë shumë mirë sot. Ja, dhe kjo është një çmallje, sepse një mot nipër, shok të tanët që kemi shumë vite pa i takuar, shumë nga lagje ime që jam rritur me ta, i kisha takuar që në dasmën time. Edhe i takova sot. Nuk përshkruhet, jam shumë emocionuar, nuk përshkruhet gëzimi. Dhe shpresoj dhe uroj që kjo ditë mos shuhet asnjëherë, të vazhdoj çdo vit. Atëherë po flasim me Zotin? Arsen Palaj. Atëherë Arsen, ju falenderoj për fjalën tuaj. Keni një mesazh për ta? Ky është mesazh i mirë, është për gëzues për të gjithë banorët që kanë ardhur këtu, banorët e fshatit Masha. Është një frymëzim që t'i japim një shpresë fshatit, ta rindërtojmë, ta rilindim edhe të mblidhemi gjithmonë në festa dhe ta bëjmë mund të realizojmë edhe një festë të veçantë që mund të ketë edhe një embër, jo takim brezat, mund të ketë një embër si ulliri, ose si arra, ose si që bëjnë në të gjitha zonat. Takim brezash është një ide shumë e shkëlqyer dhe organizatorëve që kanë bërë këtë gjë. Unë i uroj që të bëjnë festa të tjera, më të suksesshme, sepse kjo do jetë një festë shumë e suksesshme, edhe të gjithë ja kalojmë kusuar, edhe ta bëjmë vit për vit kështu. Ne folëm edhe me mësuesi, banorët e fshatit Mazhar, folëm me zotin Perlat Kapaj dhe Përparin Fakaj. Ne kemi jetuar dhe kemi punuar, edhe jemi që të dy, se kemi marrë edhe me edukimin e fëmijëve. Të gjithë këta shikon këta të rinjt janë ish nxënësit e mi. Të gjithë, edhe unë jam shumë i lumtur për sot që një pjesë edhe nuk po i njoh. Kjo është ngjarja më e bukur e sotme, që ne po bëhemi bashkë për të mos e harruar njëri tjetrin dhe aq më tepër vendinjen tonë. Është ngjarje shumë e bukur. Ne jemi përkushtuar kësaj ngjarje të gjithë, edhe ne intelektualët, po sidomos këta djemtë të fshatit,
Edhe jemi shumë të lumtur sot që me këtë pjesëmarrje kështu, që do japim një mesazh shumë të fortë për të rinjt tanë, të mos harrojnë këtu vendlindjen dhe të njihen me njëri tjetrin kudo që janë nëpër botë, të lidhen ashtu siç kemi qenë ne, gjyshrit tanë, prindrit tanë, ne, fshati jonë, unë do ta përmend dhe aty, kemi qenë pothuajse si një lagje e vetme, me të gjitha, me tradita shumë të larta. Ne po e shkruajmë akoma historinë nga e para. Profesor Përparimi është një nga këta po merret jashtëzakonisht me historikun e fshatit, me figurat e fshatit. Në zërin e tyre ndihet nostalgjia e brezave, puna ndër vite për edukimin e tyre. Dhe sot këta njerëz, edhe pse janë në përbot, kthehen me mall në vendlindje. Profesioni jam gjutar. Kam qenë mësues në shkollën mesme në Sevaster. Kam qenë kryetari i njësisë vendore, kryetar komune. Erdhi një ditë që ja të gjithë u mblodhën bashkë. Kjo është një punë e mirë, ka bërë komisioni organizator. Fshati ynë është lënë pak në harres nga njësia vendore, që nuk ka asnjë kompetencë, por nga bashkia, nga bashkia Serenisë, por unë do të thotë që se me një politikë më lojale bashkia mund të ngelshin fshatra me pak investime, po jo fshatra të harruara. Duhet të jetë e pranishme dora e pushtetit vendor. Për rrugën, për ujësillësi, për emergjenca. Ja, si që shikoni, këto nuk mund të vijë dot në Mazhar. U deshën ndërhyrje diçka rreth 1 milion lekë të vjetra, që u bë çdo gjë e kalueshme. Por aman kjo ka qenë nga ngrën 7-8 vjet. Ata ngritën edhe problemet të zhvillimit të zonës si edhe për historikun e saj, duke tërhequr vërejtje edhe institucioneve vendore që thuajse e kanë lënë në harres fshatin Mazhar. Unë jam autori historiku të ri tash, po bëj, ai sistem kaloi dhe historia ka qenë e cunguar. Kemi varreza, kemi mozaik, keramik e tjera që vërtetojnë lartësinë. Po shikosh, Mazhari ka qenë në regjistrin turk të vit i pari regjistrim i vitit 1431, Mazhari del në varësi nga Himara, pasi kur e qendra e Lebërisë ka qenë Himara për kohën, dhe është nga fshatrat e mëdhenj që vareshin nga Himara. Është Mazhari, është Kullsi, që Kullsi atëra kishte emërtoi vetëm Sevasteri si fshat, më vonë Kullsi mori emërtimin e Krajinës, pasi emërtimi Sevaster, që është një fjalë greke, lidhet me kurorën e malit. Që kur filloi të respektoi kurora e malit vendi shenjtë, atëre Sevaster, Kullsi pra mori emrin Sevaster dhe emri Kullsi Sevasteri tash mori një uri kuptimsua, mori kuptim më të gjerë emërton dhe Krajinën. Edhe për shkak të rrugës vjetër që ka kaluar në Kullës, të ullinjtë e Anit në Shkozë, Martallos e tjera. Miq dhe të ftuar.
Ju uroj mirëseardhjen në këtë takim historik dhe të shumë pritur nga ne të gjithë. Mazhari është fshati ynë i përbashkët. Tu prehen të parët tanë. Këtu kaluam vite e vite me radhë në respekt dhe në harmoni me njëri tjetrin. Ndryshimet politike të viteve 90 na detyruan që të largohemi nga fshati ynë në emigrim. Shkuam për një jetë më të mirë, por nuk harruam të marrim me vete mallin dhe imazhin e fshatit ton dhe e mbajtëm atë për kaq e kaq vite me radhë. Kur mora vendimin që të thras këtë takim, isha i bindur sepse dhe ju ndjeni të njëjtin mall që ndjeja dhe unë. Dhe nuk u gabova. Të gjithë e më përkrahat dhe në veçanti ishte një grup i çunave të fshatit ton, të cilët unë duat t'i përmend të gjithë me emra. Fako Fakaj, ju lutem ngreun këmbë dhe kërkoj një duartrokitje të fortë. Ilirian Halili, Anesti Dervishi, Afrim Laja, Petrit Balaj, Luman Dauti, dhe nga diaspora ka ndihmuar në një mënyrë dhe me shumë dëshirë Perikli Kapaj, Qani Dukaj, dhe ai që ka mbajtur një peshë të madhe me faqen që hapi në Facebook Ilir Hyseni. Një duartrokitje për Ilirin. Vëllezër dhe motra Mazhariot. Kjo është një ditë e veçantë për ne. Ne sot kemi zgjuar fshatin dhe kemi gjetur njëri tjetrin, por nuk kemi ardhur vetëm këtu. Kemi sjellë dhe fëmijët tanë, ata që do të trashëgojnë Mazharin në vite. Shpresojmë që të bëjmë diçka të mirë për fshatin ton dhe ta rilindim nga e para. Zoti kryetari i bashkisë, ne e duam fshatin ton, të lutem ndihmona ta bëjmë më të mirë dhe ta rilindim. Zoti bekoft Mazhariot, Zoti bekoft Mazharin. Dhe tani ftoj në skenë Zotin Pellat Kapaj, mësuesin e shkollës që ka kontribuar me vite dhe vite me radhë për edukimin e brezave që u rindën dhe u rritën në Mazhar. Të dashur motra dhe vëllezër, bija dhe bij, nipër dhe mbesa Mazhariot. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju falënderoj për pjesëmarrjen, për prezencën tuaj sot në këtë takim madhështor. Porosia ime, mesazhi im për të gjithë ne këtu do t'jetë: ruajeni dhe çojeni më tej këtë nisëm. Kjo nisëm të kthehet në traditë. Pak histori, ju lutem nuk ju shqetësoj. Fshati ynë është një fshat me histori të lashtë. Ne jemi në këto troje vazhdues të amantëve dhe qytetërimit të Gurit Lynesit, e dim, para 4.000 vjeç. Emri fshatit ton figuron në regjistrimin turk të vitit 1431, që varej nga Himara. Emri fshatit lidhet me terrenin ton malor. Fshat blektoral, me blektori, me Dele Mazha, i dim gjithë me kush janë Delet Mazha. Prandaj dhe fshatit thuhet që i ngeli Mazha. Fshati ishte pjesë e krahinës Skudës Grehotit, i përfshirë në luftën për ekzistencë në gjithë kohrat. Këta e vërtetojnë dhe të qendrimet ushtarake tona, si që janë trashet në Tartar lartë, në Shullë, në Majën e Kodra, Bregu Dashit, Maja e Topave, në Kozgjak e tjera. Këto janë provat të qarta. Gjithashtu ekzistojnë edhe dy kalaj që tregojnë për historinë e lashtë të krahinës tonë. Një fshat autokton me shtrirje të madhe gjeografike. Fshati ynë ka qenë gjithmonë aktiv dhe pjesëmarrës në gjitha ngjarjet e mëdha të komit tonë. Ka qenë pjesëmarrës në luftën e Vlorës, aktiv në luftën nacionale çlirimtare, ku dhan jetën 8 djem në lulën e Renisë. Nuk vetë po
jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Rrugëve të botës për marraninë, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ti që bëre tjenë të ku e kërininë, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ti që bëre tjenë të ku e kërininë, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ka marru e propën se di kur po vinë, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ka marru e propën nuk e di kur, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ti ke mbetur vetën si në pa fëmijë, jo moj Shqipe, jo se bëre mira. Ti ke mbetur vetën si në pa fëmijë. I ftuar në këtë event është edhe kryetari i Bashkisë Selenicë, zotin Ertil Bellaj, i cili përshëndeti banorët duke uruar që festat dhe eventet të tilla të mos mungojnë. E pas fjalës së tij, një këngë e dedikuar për fshatin Mazhar nga Folk Group Bilbili. Unë dua t'ju falenderoj nga zemra për këtë takim që keni organizuar sot, dhe angazhimi që ne kemi pasur është shumë minimal. Unë dua të falenderoj dhe grupin që është marrë me këtë aktivitet, pasi unë kam bërë disa takime dhe kanë qenë shumë të preokupuar dhe kishin edhe një kërkesë Karshi Bashkisë për t'i ndihmuar për një qendër që mendonin për ta bërë këtu në fshatin tuaj, dhe unë kam dhënë llafin që së bashku do bashkëpunojmë që dhe atë qendër që ata kanë shumë dëshirë për ta bërë, ta realizojmë shumë shpejt. Edhe një herë shumë faleminderit, gëzuar festën, shiu është begati, themi ne këtej, dhe ndodhi shumë mirë që ndodhi dhe festa do kaloj edhe më bukur. Festë paçi gëzuar, gëzime paçi gjithmonë këtu në Mazhar dhe kudo që jeni. Mazhari rozë një mali, poshtë vjosa e lartë artari. Mazhari në rozë mali, poshtë vjosa e lartë artari. Poshtë vjosa e lartë artari. Dielli bisu pe bie, kurore malit në krye. Dielli bisu pe bie, kurore malit në krye. Kurore malit në krye. Balkonin në faqe mali, trashëguar djalë pas djali. Balkonin në faqe mali, trashëguar djalë pas djali. Trashëguar djalë pas djali. Bekuar nga Perëndia, jo më fshaqe historia. Bekuar nga Perëndia, jo më fshaqe historia. Jo më fshaqe historia. Burra me pushke me penë,
besën lidhur për atë vena, burra me kushke me pena, besën lidhur për atë vena, besën lidhur për atë vena. Rritu në flakët të barotit, krajin e kudhës grehotit. Rritu në flakët të barotit, krajin e kudhës grehotit, krajin e kudhës grehotit. Sot kanë ardhur në çdo anë, bie bia gjithë sa janë. Sot kanë ardhur këto anë, bie bia gjithë sa janë, bie bia gjithë sa janë. Nga do janë në për botë, janë mbledhur të gjithë tokë. Gato janë në për botë, janë mbledhur të gjithë tokë, janë mbledhur të gjithë tokë. Te që jam me dervish lerë, je purata për çdo derë. Te që jam me dervish lerë, je purata për çdo derë, je purata për çdo derë. Këtu ku janë të gerënjë, ku bën dasma dhe këngë. Këtu ku janë të gerënjë, ku bën dasma dhe këngë. Ku bën dasma dhe këngë. U këndua në këngë valle, u hoqën derte dhe halle. U këndua këngë valle, u hoqën derte dhe halle. U hoqën derte dhe halle. Këtu është nostalgjia, kur i hapur historia. Këtu është nostalgjia, kur i hapur historia. Kur i hapur historia. Mazharjot të shumurime, paçi festa dhe gëzime. Mazharjot të shumurime, paçi festa dhe gëzime. Paçi festa dhe gëzime. Gëzuar festën. Bravo! Yeah.
shumë rrite në moje dashur në po vinë etët në këto vite pra të vatrës ku më rrite në moje dashur në pra në vatrës ku më rrite në moje dashur në Shumë zita moj qutron dita, 4 ditë më duke dita na moje dashur na Shumë zita moj qutron dita, 4 ditë më duke dita na Në brolla më shumë qullona, besën për të djerë që bolla moj nëna, moje dashur nëna. Në brolla më shumë qullona, besën për të djerë që bolla Jesën për të tjerë që bolla moje dashur nëna Kallaje kos kalua rrethuar me kumer mera Kallaje kos kalua rrethuar Qëz më to me ujtë to pia dhe një tjera Qëz më to me ujtë to pia dhe një tjera E foza o kangas ja mera Eventi zgjati deri në mesnatë. Kënga vëm që nga djemt të kësaj toke dhe vallja nuk u ndal deri në orët e vona të mesnatës. Sesh më tere më kapuna gjysma të oti marqa una Gjysma të ti marqa una Se jam në djale Durojë shumë Gjysma të ti marqa una Se jam në djale Durojë shumë Se jam në djale Durojë shumë Falenderit
Një event I tillë mbetet për të vlerësuar fal iniciativës së emigrantëve dhe banorëve, të cilët dhanë premtimin që organizime të tilla nuk do të mungojnë në vazhdimsi. Mazhari o fshatirallëk, punën anë ka dhënjino, kumpisis për erë të pares, të ndëroj mas me florinë.
Gusht 2025, orët e mesnatës. Përsëri, kënga vënd që buron nga krahërori këtyre djemve. Të drept të cigarët Se siam qana ku me Po jam birë bili me palë
të pretnusja morë në shkallë. Gusht 2025. Ky takim emocionues u realizua ashtu siç ne premtuam dhe ëndërruam.